Edhe pse shtëpia më e famshme në Shqipëri ka mbyllur dyert, Xheneta Fetau nuk e ka mbyllur ende kapitulli me disa nga personazhet më të përfolur të shtëpisë. E ftuar në një emision, ajo vendosi të flasë, ose më saktë mos flasë për Egli Takun. E pyetur për të, Xheneta tha qetë dhe e prerë. Nuk e njoh personalisht. Një përgjigje që tingëllon më shumë si e njoh por s'dua të flas për të. Por ai që tërhoqi më shumë vëmendje ishte deklarata e saj për gjestin me të cilin pati një histori dashurie brenda shtëpisë së famshme në Kosovë, përpara se ai të transferohej në shtëpinë më të famshme në Shqipëri, ku doli fituesi i këtij edicioni. Për lidhjen e dikurshme, pa komente. Për statusin e aktual të Gjesit që u martua simbolikisht në shtëpinë e famshme, Xheneta u tregua diplomatike. Është burr i martuar. Këtij uroj gjithë të mirat. Më pëlqen ai shpirti fëmijëror që ka. Për stilin e tij më pëlqen. Shumë suksese, me shumë fëmijë, meqense është i martuar, deklaroi Xheneta, duke habitur shumë fansat.